Ke drejtuar për një kohë të gjatë ansamblin Tirana? Po, sigurisht. Edhe bandën e qytetit. Sa vite, Çlirim? Po, rreth 15 vjet po. Të pëlqeu ky pozicioni i drejtuesit? Nuk e di, edhe unë viles u mora shumë sa e harrova edhe veten time. Por gabimi im ka qenë që unë nuk i reklamoja këto lloj aktivitetesh, sepse vetëm me ansamblin Tirana unë mund të kem bërë 20 çmime të para. Dhe askush se di. Jo vetëm që se di, po askush nuk më tha faleminderit. Po kush të ta thotë nëse nuk e di? As ka teritoria, askush. Ndonjëherë, sipas parimeve të marketingut të kësaj kohe së re që ne jetojmë, nëse së pari nuk tregojmë që ekzistojmë, që jemi, që po bëjmë diçka, është jeta kaq dinamike sa ndoshta askush nuk e di se çfarë po bëjmë nëse ne nuk jemi të parët që tregojmë. Unë punoja në një institucion që ajo është qendra kulturore e Tiranës. Dhe fatkeqësisht atë e kanë kthyer, titullin kështu e kanë kthyer në Teatrin Metropol. Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që aty funksionon vetëm për teatr. Tash aty nuk është qendër kulturore. Emrin e ka qendër kulturore, por se të gjithë fondet, të gjithë gjërat shkojnë në drejtim të teatrit. Sepse drejtuesit që vijnë aty në qendrën kulturore vjen aktor, regjisor e tjerë. Ndërkohë që me sa duket që ka shumë rëndësishme që nëpër institucionet ketë menaxher. E kam luftuar shumë që kur isha aty, se tani nuk jam aty. E kam luftuar shumë këtë. Mirë po, zëri im shkonte në vesh shurtët.